Shikues të nderuar, përshëndetje, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me bisedën në studio. Zhvillime interesante kanë ndodhur sot gjatë ditës, qysh në mëngjes, qeveria e Kosovës është mbledhur dhe ka marrë disa vendime përfshirë këtu edhe vendimin për rritjen e pensioneve e po ashtu edhe për mbështetje tjera, në ndërkohë kanë folur edhe për vendimin për pagën minimale që do t'jetë në Kosovë, ndërkohë në mesditë Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka pritur një takim të përbashkët kryetarët e partive politike për të diskutuar për mundësinë që Kosova ta krijojë qeverinë pas zgjedhjeve të cilat janë marrë në shkurt. Mirë po siç duket një gjë e tillë nuk do të ndodhë për shkak se partitë politike kanë thënë se nuk i kanë 61 vota për ta krijuar qeverinë e re, por shpresë ka ende lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili ka kërkuar presidentes së Kosovës Vjosa Osmani edhe një takim tjetër mbase për ta bindur atë se i ka votat dhe vendi të mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por megjithatë përfaqësuesit e partive tjera politike janë shprehur të gatshëm se vendi do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme në mënyrë që pas zgjedhjeve të krijohet një qeveri më stabile. Për të diskutuar për atë se çfarë është diskutuar sot në zyrën e Presidentes së Republikës së Kosovës, mirë po edhe për të diskutuar më shumë edhe për zhvillimet në qeverinë e Kosovës, siç e dini qeveria e Kosovës është në detyrë dhe ajo siç duket nuk ka të drejtë të marrë vendime, të cilat i ka marrë sot, përfshirë këtu edhe vendimin për miratimin e projekt buxhetit për vitin 2026. Dhe unë në studion e emisionit frontal në pjesën e dytë e kam ftuar një ish zëvendës kryeministër të Republikës së Kosovës, pjesë e Aleancës për Marrërinë e Kosovës, Besnik Tahiri. Kurse në pjesën e parë të emisionit frontal do të flasim me Lulzim Rafunën nga Oda Ekonomike e Kosovës për të diskutuar për vendimin për rritjen e pagës minimale, vendim që është marrë nga qeveria e Kosovës për të diskutuar me zotin Rafuna për atë se si mund të ndikojë tek bizneset ky vendim i qeverisë së Kosovës. Kemi edhe shumë informacione tjera, por para së gjithash titujt kryesor. Osmani takon të gjithë përfaqësuesit e partive, liderit e thanë se nuk e kanë votat për ta bërë qeverinë, vendit shkon drejt zgjedhjeve. Qeveria në detyrë miraton buxhetin për vitin 2026, rrit shtesat e fëmijëve dhe pensionet, vendimin e Kurtit të vlerësuesve të palegjshëm. Në moshën 73 vjeçare vdes Fatos Nana, ish kryeministri shqiptar, pësoi atak kardiak derisa po trajtohet në spital. Në themelorën e Prishtinës dështon gjykimi për gazin Lotësjelc Mungon Sfeqla, urdhërohet të sillet me dhunë në gjykatë. Emisioni frontal për sot nisi me takimin që sot në mesditë ka pasur Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani. Ajo ka ftuar të gjithë kryetarët e partive politike parlamentare në vend për të diskutuar për mundësinë që vendit të shkojë pra të krijojë qeverinë e Kosovës, pra qeverinë të dalë pas zgjedhjeve të fundit, dhe përpjekjen e Vjosa Osmanit që të garantojë se po mundohet që vendit të mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshëm. Mirë po siç duket, ky takim me Vjosa Osmanin ka dëshmuar edhe një herë se Kosova është afër zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Me optimizëm thatë që do shkojë në takimin e ftuar nga presidentja. Aty përveç kryetarit e LVV-s Albin Kurti, ishin edhe të gjithë homologët e tij në subjektet e përfaqësuara në parlament. Bashkë me Vjosa Osmanin, këta diskutuan rreth çështjes së mandatarit të dytë pas dështimit të votimit të qeverisë Kurti 3. Mirë po vetë ky i fundit nuk ishte i gatshëm as të deklarohej pas përfundimit të takimit gati 2 orësh. I pari që foli para medjave ishte kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, që tregoi se u përmend ideja e tij e para disa muajve. Ironikisht në këtë takim u përmend shumë më shpesh qeveria e unitetit e qeveria e tranzicionit, si mundësi për të kaluar disa prej çështjeve urgjente. Ju kujtoj se para disa kohe kur LDK-ja kishte propozuar këtë ide, ishte përqeshur edhe në përmbajtje edhe në titull dhe në emërim. Tani kërkohet një fazë kalimtare për krizë, por është e pamundur. Ndërkaq lideri i AK-s Ramush Haradinaj njoftoi se kërkoi shpalljen e zgjedhjeve qysh tani, por u pamundësua nga Albin Kurti. Nëse sot do të kishim deklaruar, pra nëse zoti Kurti nuk do të kërkonte edhe disa ditë deri në pesh, presidentja ka mujt sot pra me marrë vendim, do të ishte e mujshëm një dhjetori, meqenëse që po vonohet pra deri në pesh, atë data e parë e mujshme është 7 dhjetor,
Edhe udhëheqësi PDK-s Mimli Krasniqi akuzoi Kurtin për vonesën e mëtutjeshme, pasi beson që nuk i ka e as s'do i ketë numrat. Konsideroj se vetëm zgjatja e kësaj situate është arsyeja themelore, sepse është qartë që as nëndrat e tij më të mira ai nuk mundet me bëj shumicën. Presidentja Vjosa Osmani tha se do bëj çmos për parandalimin e zgjedhjeve të reja, andaj do pret deri në fund të afatit për mandatimin e dytë. Obligimi i gjykatës kushtetuese është që presidentja duhet të bëjë çmos për të evituar zgjedhjet. Dhe mu do të më duhet ta dëshmoj që unë kam bërë çmos për të evituar zgjedhjet. Kushtetuta në 95 parashe mandatarin e parë, parashe mandatarin e dytë, e lejon diskrecion presidentës të vendos kujt do t'ja jap mandatin e dytë. Megjithatë, edhe nëse prap LVV-ja e merr mandatin, Osmani vlerëson se Kurti s'mund të jetë i propozuari i tyre. Me vetë faktin që e përmenin mandatar tjetër, interpretimi ynë është që nënkupton mandatar tjetër. A më duket e logjikshme një gjë e tillë? Nuk më duket as pak e logjikshme për një arsye shumë të thjeshtë. Një mandatar ndoshta sot nuk i ka votat, por mund t'i krijoj pas 2 muajsh, pas 2 javësh. Osmani shtoi se kërkoi zgjidhje alternative edhe për miratimin e buxhetit dhe për planin e rritjes së BE-s. Kryeministri Albin Kurti, përpara se të shkonte tek presidentja, ka ftuar në një takim kabinetin qeveritar, i cili është në detyrë dhe ka marrë disa vendime. Në mesin e tyre, pra kanë miratuar projekt buxhetin për vitin 2026 e po ashtu ka marrë vendim për rritjen e shtesave për fëmijët dhe pensionet. Brenda afatit ligjor, sot po miratojnë projekt ligjin për ndarje buxhetore për vitin fiskal 2026. Mbledhjen e 273 të qeverisë, tash në detyrë, e nisi me lajmin për miratimin e projektligjit për buxhetin. Vlerën e tij për vitin 2026, kryeministri në detyrë Albin Kurti e projektoi prej 4 miliard eurosh, ku 1/4 janë për investime kapitale. Njërisi me këtë buxhet do të jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Pra, kushdo që punon së paku 12 muaj në sektorin publik, me qeverinë tonë në fund të vitit, do të mund ta përfitojë edhe pagën e 13. Përveç pagës së 13, buxheti përfshiu edhe rritje të pagës minimale, që ministri në detyrë financave dhe transfereve Hekuran Murati tha se do bëhet në 2 faza. Pra kemi të bëjmë me nivelin prej 425 euro në muaj për orar të plot pagë minimale. Ndërka që duke filluar nga data 1 korrik, është edhe faza e dytë e zbatimit të pagës së re minimale, që përcaktohet në nivelin prej 3 euro për orë pune si pagë minimale, e që për një orar të plot të rregullt do të ishte ekuivalent me 500 euro në muaj pagë minimale. Ekzekutivi i udhëhequr nga Albin Kurti njoftoi se do ketë rritje edhe të pensioneve dhe të shtesave për fëmijë. Ky vendim parasheh rritjen e pensionit minimal nga vlera 120 euro në 150 euro në muaj dhe konkretisht prek skemat si vjen, pra pensionet bazike, të cilat bëhen nga vlera 120 euro në muaj në 150 euro në muaj, skema e fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 1 deri në 18 vjeç, pensionet e aftësisë së kufizuar, pensioni familjar dhe pensioni invalidor i punës. Por buxheti për vitin 2026 duhet të votohet edhe në Kuvendin e Kosovës, për çka Kurti tha se do të kërkojë logjik dhe racionalitet nga kolegët e tij në parlament. Ku ne bashkërisht shpresoj që do të mund të kemi një situatë ku në Kuvendin e Republikës, me qenë se kemi kuvend të konstituar, ky buxhet i rritur dhe i mirë do të kaloj në legjislaturën e 9, e cila tash e ka edhe shtëpinë e vet, Kuvendin e Republikës. Prandaj nuk kam armë tjetër për të arritur konsenzus përveç së logjikës dhe racionalitetit. Arsyeja pse i mori këto vendime tash, sipas Kurtit, është paqartësia rreth kohës së formimit të qeverisë së re. Për të diskutuar edhe më shumë sa i përket këtij vendimit të qeverisë, sidomos pjesa për pagën minimale, në lidhje direkte e kam zotin Lulzim Rafuna nga Oda Ekonomike e Kosovës. Përshëndetje, zoti Rafuna. Përshëndetje. Si keni parë këtë vendim të qeverisë së Kosovës? E kam fjalën për pagën minimale. Po, është një vendim i cili nuk i ka përfillur procedurat, sikurse herën e fundit kur është rrit paga
minimale në 350, edhe kësa here kishëm problemin edhe procedural, po edhe material. Procedural që nuk është përcjell procedura nëpërmjet Këshillit Ekonomiko-Social. Ne kishëm një ftesë për të marrë pjesë në takim, mirë po e kishëm ftesën nga një ministër i cili sipas Gjykatës Supreme nuk janë një të drejtën me sjell vendime ose me marrë vendime, dhe kjo ishte një prej arsyeve pse ne nuk morëm pjesë për shkak të nuk dëshëm që të ishëm pjesë e një shkelje ligjore ashtu siç e ka konstatuar Gjykata Supreme. Po dhe material për shkak se nuk i ordon mundësi biznesit që të konsultohet dhe të përkatësisht neve si përfaqësues të bizneseve me pas mundësinë që me konsultu biznesin dhe me po cilat janë ndikimet të biznesit, dhe për këtë arsye e kemi po që kjo është vetëm një sforcë, faktikisht vetëm e legjitimuar vendim edhe me kalu. Po, me gjatë, edhe pse jo nuk marrë pjesë në takim, një pjesë shkuar në këtë takim, u diskutua të brenda dhe së do marrë vendime për pagën minimale. Si ndikon kjo me pas tek bizneset, si pritet të ndikoj? Po, shiko, ne mund ta kontestojmë këtë vendim edhe nuk është vendim i drejtë për shkak se ngarkon biznesin dy herë. E para për shkak që është një rritje prej 500 eurove, edhe pse sektori privat ka pas ngritje të pagës, dikon ma pak, dikon ma shumë, mirë po, nëse qeveria me vërtet ka dashur ta ngrisë pagën, ta ndihmoj sektorin privat, po ta ndihmoj punëmarrësin, atëherë është dashur që ta liroj nga tatimin e të ardha personale siç ndodh në çdo vend të botës, pjesën e pagës minimale. Siç ka ndodhur edhe herën e kaluar ku është paralajmëruar edhe pse nuk është bë lirimin nga të ardhat personale, mirë po deri në 275 ka qenë në liruar nga të ardhat personale, ndërsa 350 që nuk ka ndodhur, edhe u pat premtu, por nuk ka ndodhur. Më pas edhe kjo tani as që është përmend, as që është premtu lirimi për këtë pjesën e 425 që do të jetë dhe më pas 500 nga tatimi të ardha personale. Kjo ndikon shumë te biznesi, ka më ndikuar që shumë punëtorë të ri të lirohen nga puna për shkak se biznesi e di me çfarë sfida duke u përball, pa qenë edhe paga minimale. Mirë po, për mos me pas keq kuptime, sektori privat nuk është kundër pagës minimale, mirë po do një konsultim, do një analizë. So herë ne as kemi pas analizë, as kemi pasën një mundësi që ne si përfaqësues të biznesit ne hapet mundësia që ta diskutojmë me biznesin dhe ta shohim se cila do të jetë paga minimale dhe çfarë forme nuk do ta rendoj biznesin. Nuk është vendimi i mirë, vendimi i cili mirët me ngarku biznesin apo me befasu biznesin. Kështu që kjo ka qenë arsyeja pse ne s'kemi marrë pjesë dhe ne si odë ekonomike e Kosovës që jemi themeluar me ligj, i kemi 3 anëtar në Këshillin Ekonomik Social, se edhe kjo është një problem. Ministri i Financave në detyrë i ka thirrë gjithë përfaqësuesit e biznesit, lloj-lloj shoqate që nuk u dike se kush është antar i Këshillit Ekonomik Social, me thënë drejtën. Dhe për neve ka qenë befasuese kjo, çka u të ndodh, a është duhet thirrë Këshilli Kombëtar për investime që mlidhemi në herë në 2 vite, në herë në vit, e kam fjalën, apo është Këshilli Ekonomik Social që dihet saktë se kush janë antar të këtij këshilli. Edhe tani shtrohet pyetja kush e pa të drejtën mi përfaqësu bizneset ato. Ndërkohë është marrë vendim sigurisht kjo nuk jo prek juve, po megjithatë ndoshta i shko mirë më ndodh edhe tek sektori privat paga e 13. Pra po them është shumë herët për ta komentuar sa i përket pagës 13, di që sektori privat e ka të drejtën dhe nuk mund ta detyrojsh me ligj pagën e 13 me ofru, edhe pse sektori privat ofron shumë bonuse për punëtorët e vet, jep shumë paketa tjera mbështetëse, nuk është punë e qeverisë me në këtë formë me detyru sektorin privat. Është e çuditshme, me thon drejtën, po shohim ditëve në vijim ose javë se çka po ndodhet, si a do të realizohen këto vendime apo jo. Po, zotëra Vuna, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontal. Faleminderit shumë respekt. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal, mbesim ende me këtë temë dhe flasim për vendimin e qeverisë, vendimin pra për miratimin e projekt buxhetit për vitin 2026, mirë po edhe vendimin pra për këto që u diskutuan më herët, por ka pasur reagime të ndryshme dhe nga partitë politike të cilët e cilësojnë vendimin e qeverisë të palegjshëm. Dhe pensioni pra i kontribut paguesve nuk guxon në mbet nën pagën minimale, këto janë ato që i kemi parapajtur. Pensionet 500 euro ishin premtimi kryesor i tij. Gjatë fushatës elektorale në zgjedhjet nacionale, kryetari i AAK-s Ramosh Haradinaj thoshte se këto mjete nuk mund të jenë nën 500 euro. 8 muaj pas, qeveria në detyrë Albin Kurtit të premten mori vendim që pensionet të rriten nga 120 sa janë në 150.
Një rritje potenciale të tillë konsideron Mari Haradinaj. Shumë vonë, shumë pak, marre. Kjo rritje është dashur të ndodhë para shumë vitesh. Në takimin e parë të qeverisë sonë, pensioni bazik do të jetë 200 euro, ndërsa paga minimale do të jetë 600 euro. Pas mbledhjes së qeverisë në detyrë ku veç të tjera shuretën pensionet e shtesat për fëmijë, ka reaguar edhe kryetari i PDK-s Mimli Krasniqi. Thesi i mashtrimeve të një babadimri që kur s'erdhi për qytetarët e Kosovës, sado që premtoi çdo vit për 5 vjet, s'mundet me rikthy besimin e humbur të qytetarëve e as nuk mund të arrijë qëllimin e blerjes së votës për balotazh dhe për zgjedhje parlamentare. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës vendimin e sotëm e konsideron përpjekje të dëshpëruar për blerje votash dhe manipulim të procesit zgjedhor vetëm një javë para balotazhit të zgjedhjeve komunale dhe pak javë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Votimi i buxhetit nga qeveria në detyrë dhe procedimi i tij në kuvend përbën shkelje ligjore sipas Eugen Cakollit nga KDI. Ai e konsideron këtë skenar si pjesë të një loje politike që është menduar mirë. Çështja nuk është te buxheti, por tek mënyra se si po shkelet ligji në emër të tij, duke e shitur këtë si një lajm të mirë për qytetarët, përmes rritjes së pagave, pensioneve dhe ndihmeve sociale e beneficioneve të tjera, po tentohet të krijohet përshtypja se kush nuk e përkrah buxhetin është kundër qytetarëve. Pra po krijohen kushte të përzierjes së qëllimshme të ligjshmërisë me popullizmin për të bërë të padukshme shkelje. Instituti GAP nga ana tjetër tha po ashtu se veprimi i qeverisë në detyrë bie në kundërshtim me kërkesat ligjore të përcaktuara në ligjin e qeverisë. Sipas tyre, shkelje përbën edhe fakti se votuan persona që janë të certifikuar si deputet në Kuvendin e Kosovës. Edhe organizata veteranëve të luftës së ushtrisë së qëllimtare të Kosovës i ka reaguar qeverisë në detyrë se edhe në vendimet e sotme për pagën minimale dhe rritjen e pensioneve, vendimet e cilat i quajten mashtrime për publikun, nuk u përmendën fare pensionistët dhe pensionet e veteranëve të luftës së ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Sipas kësaj organizate, kjo kategori u anashkalua qëllimisht. Në një kohë kur vendi po shkon drejt zgjedhjeve, qeveria në detyrë po mundohet të krijojë përshtypjen mashtruese me premtime për rritje që nuk mund të realizohen pa buxhet të miratuar nga kuvendi. Por edhe në këtë tentativë për mashtrim të qytetarëve ku përmenden të gjitha kategoritë shoqërore, veteranët e luftës së UÇK-s u anashkaluan sërish qëllimisht, thuhet në reagim. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë qëllimtare të Kosovës tha se kjo është një dëshmi e qartë se diskriminimi ndaj kësaj kategorie që sakrifikuan më së shumti për lirinë e Kosovës po vazhdon. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për zgjedhjet lokale. Tashmë kanë mbetur edhe pak kohë deri kur ato të mbahen, pra e kam fjalën për zgjedhjet për balotazh dhe partitë politike vazhdojnë të bëjnë koalicionet. Një e tillë sot ka ndodhur edhe në komunën e Prishtinës, ku Aleanca për Armërinë e Kosovës i ka ofruar mbështetje lidhjes demokratike të Kosovës. Smart City. I like this guy. Vandel Beko e gronë për para. Mirë. Bravo. Jeton. Smart City. I like this guy. Vandel Beko e gronë për para. Koalicion mes partive politike ka ndodhur edhe në Gjilan. Kandidati i LDK-s për kryetar të Gjilanit, Arber Ismaili, ka bërë të ditur se sot kanë arritur një marrëveshje politike për bashkëpunim me kryetarin e degës së PDK-s në Gjilan, Riad Rashitin. Falënderim të veçantë për Lutfi Azirin, kryetarin e degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Riad Rashitin, kryetar i degës së PDK-s në Gjilan, për gatishmërinë, vizionin dhe frymën e bashkëpunimit që po ndërtojmë bashkë për të mirën e qytetit tonë. Gjilani i ri mundëson stabilitet, zhvillim dhe udhëheqje që na bashkon, dhe këtë do ta dëshmojmë bashkë me besim në Zot, në përgjegjësi dhe për kushtim ndaj qytetarëve tanë, ka shkruar Ismaili në Facebook. Kthehemi këtu në Prishtinë dhe flasim për një proces gjyqësor që ka kohë që ka nisur, mirë po nuk po i dihet ende fundi për shkak se ata të cilët janë të akuzuar po mungojnë. Fjala është për disa deputet të
lëvizjes vetëvendosje të cilët kanë munguar vazhdimisht, njëjtë kanë vepruar edhe sot, kur në gjykatën themelore të Prishtinës ka dështuar gjykimi për gazin lotësjellës. Aty ka munguar deputeti i lëvizjes vetëvendosje, aktualisht ministri në detyrë Xhelal Sfeqla. Për këtë arsye është urdhëruar sjellja e tij me detyrim në gjykatë. Pas urdhëresës së policisë, Salih Zyba u paraqet në ambientet e gjykatës. Deputeti vetëvendosjes tha se deri tek pallati i drejtësisë erdhi pa shoqëruar nga policia. A erdhi atë puni policia? Njësoj si Zyba, e vetmuar në gjykatë erdhi edhe akuzuara tjetër, Fitore Pacolli. Të gjithë akuzuarit në rastin e gazit lotësjellës në Kovend me 2018 zunë vendën në gjykatore me kohë, përveç njërit. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla nuk dukej as gjikundi. Deputeti VV-s nuk ishte prezent edhe pas hyrjes së gjyqtarit në sallë. Xhelal Sfeqla. Gjyqtari Sabit Sadika i kërkoi arsyetim nga Zyba e Pacolli për mungesën e seancën e kaluar. Kemi pas arsye, a mund të shkojë diçka? Për cilën me shkrim për ndryshe po kam pas arsye dhe po pas arsye, të cilat edhe sipas angazhimit, ne ka mund të përcjellim edhe me shkrim. Po, kam pas arsye, ta dërgoj arsyetimin me shkrim, për shkak të obligimeve që ka pasur kam arritur të ri. Faleminderit shumë, punëtor. Kur e pa që nuk ka kushte, u mor vendim për shtyrjen e seancës, teksa paralajmëroi masën e paraburgimit për këtë që mungon në seancën që u caktua në vitin 2026. Seanca do të vazhdojë për secilin part që është prezente, ndërsa secila part që mungon ndaj kësaj pale do të shohë orëraves dhe kërkesë për caktim paraburgimit eventual do të vazhdojë për seancën me palë prezente. Pas seancës, avokati mbrojtës i të akuzuarit Xhelal Sfeqla tregoi arsyeën e mungesës së klientit të tij. Sipas informatave që kam, ministri është në udhëtim zyrtar. Nuk është afër parashkrimit. Disa herë kanë qenë të pandehurit prezent, por ka pas raste që ka munguar dhe prokurori. Po shpresojmë që me një afat të arsyeshëm do të fillojmë edhe me procedurën. Më vonë, u dha dhe njoftimi zyrtar se ministri në detyrë Xhelal Sfeqla po merr pjesë në forumin e përbashkët të BE-s dhe ministrave të brendshëm të Ballkanit Perëndimor, i organizuar nga Presidenca daneze e Këshillit të Evropës dhe Ministria për Siguri e Bosnjë dhe Hercegovinës. Policia e Kosovës ka arrestuar sot një 28 vjeçar pasi njëjti kishte kohë që ishte duke u kërkuar për ta vuajtur dënimin prej 2 vitesh burgim. Gjatë aksionit e policisë, i dyshuri ka hedhur një qese me narkotik nga balkoni i banesës. Pas një kohë përcjellje, të njëjtën morën aksion për të arrestuar. Njësitë speciale të policisë së Kosovës hynë një banesë në lagjën Mati 1 në Prishtinë për të arrestuar një të ratisur nga drejtësia. Të uniformuarit e gjetën në banesën e tij qytetarin me inicialet T.B, i cili ishte dënuar me 2 vite 2 muaj burgim për veprën penale, blerje, posedim dhe shitje pa autorizuar narkotikëve. Përveç kësaj, ai ishte i kërkuar edhe për një tjetër vepër penale. Ndaj tij ishte aktiv edhe një urdhër arresti si i dyshuar për veprën penale dhunë në familje. Gjatë operacionit policor tek i dyshuari është gjetur dhe sekuestruar një sasi e dyshuare substancave narkotike. Pas arrestimit, ai është dërguar për vuajtje të dënimit në institucionin korrektues përkatës. Gjatë aksionin 28 vjeçari e hodhi një sasi të narkotikëve nga banesa e tij, por policia ra shpejt në gjurmët e saj. Dyshimet se mund të ketë ende në hapësirat afër banesës angazhuan hetuesit policor që të kërkojnë në tërë perimetrin përreth. Gjatë kohës sa këta përgrumbullonin prova materiale, një autoambulancë shkoi në vendngjarje. Pas kontrollave e ofrimit të ndihmës së nevojshme tek i dyshuari, ekipi mjekësor u largua nga aty. Të 7 mësonse para aksionit të policisë u përdorën edhe dronet për lokalizimin e të dyshuarit. Ndërsa puna nuk ishte përfunduar dhe gjatë së premtës, ku banesa të dyshuarit ishte e demoluar si pasojë ndërhyrjes së policisë. Ky aksion është në vazhdim në shumë aksioneve të tjera që po ndodhin ditëve të fundit në Kosovë sa i përket luftimit të narkotikëve. Ka vdekur të premten punëtori i cili më 25 tetor kishte rënë nga kati 6 i një ndërtese ku po punonte në Gjilan. Ai po trajtohet në QKK, ku edhe ka vdekur ndërkaq është urdhëruar t'i bëhet autopsia.
2 persona ishin ndaluar për 48 orë për veprën penale, asgjësim i dëshmisë ose heqje pajisje mbrojtje dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës. Po të njëjtit, në të njëjtën ditë 25 tetor, gjykata e Gjilanit ka refuzuar kërkesën për mos paraburgimin ndaj tyre duke u caktuar arrest shtëpiak. Me 27 tetor është ndaluar edhe një person tjetër dhe i është caktuar masa e arrestit shtëpiak nga gjykata. Nga Kosova shkojmë në Shqipëri dhe raportojmë për vdekjen e ish-kryeministit shqiptar Fatos Nano, i cili ka vdekur sot në moshën 73 vjeçare. Ish-kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano ka vdekur këtë premte në moshën 73 vjeçare. Vdekja e tij erdhi pasi ai prej disa kohësh ndodhej në reanimacion në një prej spitaleve private të Shqipërisë, ku mbahej në kujdesin e mjekëve. Por tër këto vite, kontributi i tij ishte madhor për shtetin shqiptar. Angazhimin Fatos Nano e filloi si ekonomist dhe më vonë punoi në aparatin shtetëror si këshilltar për çështje ekonomike në Këshillin e Ministrave. Në vitin 1991, pas rënies së regjimit komunist, ai u emërua kryeministër i parë i qeverisë së tranzicionit pluralist. Në qeverisjen e tij, ai kishte për qëllim të menaxhonte kalimin nga ekonomia socialiste në atë të tregut të lirë. Qeveria e tij u rrëzua pas grevës së minatorëve të Valjasit dhe presionit të opozitës së re demokratike. Fatos Nano ishte figura kryesore që e transformoi Partinë e Punës në Partinë Socialiste të Shqipërisë. Ai u bë kryetar i PS-s dhe qëndroi në këtë post për më shumë se një dekadë, duke udhëhequr partinë në një proces reformimi të thellë, si ideologjik ashtu edhe organizativ. Në vitin 1993, Nano u arrestua dhe u dënua me 12 vjet burg për shpërdërim detyre gjatë qeverisjes së tij të parë. Nga kjo akuzë, ish-kryeministri u lirua gjatë razirave të vitit 1997, kur qeveria e Berishës ra pas krizës së piramidave financiare. Zgjedhjet e vitit 1997 do t'ja rikthenin pushtetin, ku Nano u bë sërish kryeministër. Në këtë periudhë ai menaxhoi periudhën e krizës së refugjatëve kosovar të vitit 1999. Pas dorëheqjes së Pandeli Majkos në 2002, Nano u rikthye për herë të tretë si kryeministër, ku ushtroi këtë pozitë deri në 2005. Pas humbjes së zgjedhjeve nga PS, Nano dha dorëheqjen si kryetar i partisë. Në vitet në vijim u tërhoq gradualisht nga jeta aktive politike. Në vitin 2007, Nano tentoi të rikthehej në skenën politike duke garuar për postin e presidentit të Republikës, por nuk arriti të fitonte mbështetjen e nevojshme në kuvend. Për vdekjen e ish-kryeministrit kanë reaguar edhe lider nga Shqipëria e Kosova. Kthehemi në studion e emisionit frontal për ta nisur bisedën me të ftuarin tim, të cilin e prezantova dhe në hyrje të këtij emisioni. Do të flasim për zhvillime politike këtu në vend, përfshirë takimin që sot përfaqësues të partive politike kanë pasur me presidentin, mirë po edhe për vendimet që janë marrë sot në qeverinë e Kosovës. Unë kam ftuar një ish zëvendës kryeministër të qeverisë së Kosovës në kohën e Aleancës për Armërinë Kosovës, zotin Besnik Tahiri. Besnik, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se gjersim. Faleminderit kohë që s'ke qenë, por bisedën po nisim sapo ndoqëm kronikën për vdekjen e ish-kryeministit shqiptar Fatos Nano, besoj që ju keni pasur rast të takoni. Po. Gjithsesi, ndoshta ajo që duhet thuhet për një figurë goxha të rëndësishme të edhe të shekullit kaluar, për edhe këtij shekulli, është se ka qenë pjesë secilës epokë të rëndësishme të Republikës Shqipërisë, edhe duke qenë në qeveri, mirë po edhe duke qenë në opozitë. Ka shumë të flitet për të. Unë ja parapëlqej më shumti një veti që shumë pak politikanë kanë. Fatos Nano, si dikush që ka pas shumë fuqi politike, edhe në shoqëri, mirë po edhe në skenën politike, ka ditë kur të zbres nga treni politik, në cilin stacion, në cilin tren ta merr për me shku në destinacionin e duar. Çka duhet të them për këtë? Ai ka dhënë dorëheqje, është larguar nga politika dhe në asnjë moment ai nuk është trajtuar më si politikan. Ka hesht, ja ka japë pushtetin partisë vet, mirë po nuk ka qenë kurrë pengesë. Kjo është një veti jashtëzakonisht e madhe, një veti prej një burr shtetasi, e cila meriton të respektohet. Që ju
gjithkush e banë, sidomos po flasë për skenën politikë shqiptare. Nuk është që din kur më tërheq nga politika, në ndërkohë jashtë është të festu dikush, ne po flasim për vdekjen e Fatos Nanës, po sido që tjetë njerëz i kanë punë të veta, kështu që uroj që kjo zhurmë që po dëgjojmë natë mos dëgjojmë tek shikuesit. Pra jo gjithkush e din kur më tërheq nga politika. Absolutisht, shiqoni. Pse po e them këtë? Shkak se në shumicën ndërmuese të vendeve të Ballkanit Perëndimor, mirë po edhe në vendet që janë vende tranzicion, mirë po dhe autoritare, kanë ra, do thotë regjimet kanë ra përmes, kisha me thonë përmes regjimet kanë ra përmes dhunës, përmes revolucioneve. Zoti Nano, kryeministri Nano, e ka ditë saktësisht kur largohet nga politika, në cili stacion zbret, dhe cilin trend ta merr për ta shiju atë famë, atë fuqi, atë mirëqenie që ai e ka kriju gjatë asaj kohës. Dhe kur s'ju ka bu problem ajo punë. Ka, do thotë, ka po vdes i qetë, po vdes duke respektuar gjithë. Këtë e kisha thonë si porosi për zotin Nano. E nësëm këtë beset pra me Fatos Nanën, sigurisht një lajmë jo i mirë. Nuk e dhja, keni pas rast të mu taku me to gjatë kohës? Disa herë, mirë, por se ka, për Fatos Nanën në Kosovë, ka qëndrimi, vlerësime pro dhe kontra. Për se cilin, me të drejtën. Për se cilin, po ka, mirë, po a i në etapat caktuara të kohës ti, i ka vlerat e ti. Në qofë se e vendosim këtë në prizmin e kontributit, kalon kontribute, në qofë se e vendosim në prizmin intelektual, mojme thonë që ka pas edhe një vokabular, mirë, po edhe një qëndrem prej një intelektuali, në qofë se vendosim në prizmin e guximit, ka qenë bukur i guximshëm, qofë se vendosim në maturin dhe në reflektimin e kohës, këtë e ka bërë atë që e thash më herët. Dhe këtë po hetoj edhe gjatë qëndrimit tim në Tiranë. Dhe mirë që e përmena këtë fakt, sepse ma shumë pishon në Tiranë se në Prishtinë. Ka një kohë arsim që disa muaj, që unë kam bërë disa artikuj të temës temë. Ju e dini që unë mirëna me qeverisjen, reformat, jo veç nivel Kosovës, Ballkanit Perëndimor, por në nivel global, edhe mu kanë pranuar si tema të qëndrueshme, të asaj që si e shohin që duhet ndryshoj qeverisja në nivel global, për shkak se janë dy faktet pamohueshme. Një fakt është që sektori privat e ka mujt shumë keq sektorin publik. Po flasë në shumë rrethana, dhe shteti nuk mundet me udhëhec si kompani, për shkak se kompanit, sektori privat e ka veç një tregu suksesit, profitin. E ka një tendencë me udhëhec shtetin, ka një luftë mes tyre dy instancave, këtë e kom trajtu në nivel global, po flasë. Dhe e dyta ndërlidhet me qeverisjen e mirë, çka është që një qeverisje efektive, çka e bën një qeverisje të mirë, një qeverisje qëndrueshme. Jo domosdoshmërisht janë vetëm parimet, e keni shumë llogarit dhe transparenca, janë ekzistojnë që 25 vjet, po ka edhe elemente tjera që ndërlidhen tash me sigurinë, që ndërlidhet me adaptimin e sektorit publik me këtë çka po ndodh rreth zhvillimeve në teknologjinë informative po edhe në ekonominë. Pastaj në Shqipëri e kam themeluar një qendër që quhet Instituti Ndërkombëtar për Qeverisje, që trajton trendet globale. Në Tiranë, me tonë drejten, në Shqipëri po ka hapësirë. Kryeministri Rama ka kriju hapësirë për njerëz që dojnë me punu, që dojnë më shlyqy aty, normal, nuk kalëshon rrugën kërkush ka rikën tonë, aty duhet me punu, me pas argumente, bukur fort, bukur një ambient, kisha me thonë konkurus, mirë po, ma ka një mundësit mirë edhe kom një angazhem, atje jam tash gati, nëse që një gjdo javë jam 2-3 ditë atje që e kaloj, edhe përveç kësaj e kam pas një kërkes, me bo një program edhe për reformat Shqipëri, pirë po edhe për reformat në bashki, unë e kam prezentu të ashtu quajtur planin Marshall për reformat shtetënore në Rama 4, ajo është prezentu në një konferencë që keni pave se shtator, kanë qenë do të hera por që dikush prej Kosove si individ, pas shtetin fakt nuk e ka pas. Kosova s'ka marrë në iniciativë në herë me thonë që na jem të mirë për çit punë. Ose jem të mirë për qatë punë, ose mu ja dhom Shqipërisë e Ballkanit Perëndimor. Kur është hera parë që ka pas një audiencë ndërkombëtare amerikane e hujt, shumë i tashqy dysh dhe shkën, punë të mira nuk bëhen shpejt, sukseset
nuk merren bashkallaj, por më mujt me pas një sukses, po duhet me punu shumë, ka shumë pengesa, mirë po, kur beson në një projekt, secili projekt, kur e një dikush që do me të mbështet, e shet që për din çka po flet, edhe e shet që është një projekt diçka i ri, ka mbështetje. Ska mund ky projekt më realizu shumë në Kosovë, po më shumë. Po s'ki me kanë realizu, arse ma shumë problem, me bo me i thonë dikonaj, gjuhën në qafë, jo ky kështu, jo ky ashtu, jo pse e bo. Jo me filan partin, jo me... Jo kështu, jo po do me bojë, edhe do të shumë pro këtu tash po vitë e Kosova, këtu është një mendësi kogja problematike. Me thonë drejtën, Kosova është në një situatë bukur të vështirë, kisha me thonë kogja shumë të rrezikshme, edhe të jetë komplikume. Pse po thonë të vështirë? Nuk ka shtet në botë që është në parametrat të GDP-së, të zhvillimit ekonomik, si që është Kosova, që mundet me i qenëru një vjetë pasqeve pa institucione. Me 50 orë bëhet një vit që ne ke mojtë seancën e fundit, e para asaj që u shedin prej shtatorit, prej pushimit, 3 seanca e në mojtë. E dyta, është bukur e vështirë për shkak se fora për sektorin privat, për dallim për sektorit privat në vendet e Ballkanit Perëndimor, sektori privat është menzika e lidh mujin me muj. Se po ta zotin Rafuna që na tregoj për këtë vështirësi. E sheh sikur ditën e Kiametit kur t'i vjen 15 me raportu në ATK, edhe 29 me dhon rrogat. Bukfalisht janë domthonë situatë shumë të keqe. Pse është kjo? Tash se kur të vend dikush më të thonë që besniku pja ka dikon ai nati. Pse është kështu? Shtetet funksionojnë prej tyrave, prej investimeve. Në mungesën, jo veç Kosova, po, edhe Ballkani Perëndimor. Nuk ka investime të huaja, as po vjen Apple, as po vjen Samsung, apo na investime më. Atëre kush është investori më? Është shteti. Pra shteti duhet me i disbursue paratë e veta me i shtim punë, që ajo me kriju çarkullim paras. Këtu s'ka më këtu. Këtu është 1.8 miliard euro janë të pashpenzume në këtë mandat. A janë sa janë 2 miliard euro me qenë të pashpenzume. E shpenzimi po bëhet, domthonë buxheti po shpërndahet. Me vendime, domethënë, unë jam kam shumë qef. Kam shumë qef kur shpërndahet parja. Parja shpërndahet mbi një kriter. Pse është e rrezikshme? Kjo është më e rëndësishme. Kur ka stagnim, edhe që i thonë recesioni, kur ka stagnim në ekonomi, kur ka stagnim zhvillim, kur bosh lajm veç për të zi, domethënë ti domët nuk i takon me një herë, nuk i shet domët me një herë në këtë muj, mujnë arshëm, po domët vinë vit mas viti, shumë vështirë është me u regeneruar. Ma vonë i vrinë. Tash në frikë është pse rrezikshme. Rrezikshme fillimisht ne jemi në blokadë institucionale, fundet që ishtë dosh marrë prej jashtë, që na kishin njën këtë blokume. Edhe s'ka na e shprehje që është blokuan. Këtu s'ka logjik. Këtu cilit qohet i pari ja kanë do më dhoni më shonë 4 monet. Më falni për këtë shprehje. Jo s'kifaj se prej mlejfi e ki. Publikut, më dhoni. 800 milion janë. Krejtësit e Ballkanit Perëndimor e kanë marrë fundin e rritjes. As nuk ka program, as nuk flet kush për ta, as nuk del. Shiqoni edhe nonën, edhe pse në opozitë ku jam unë. Edhe këtu e kam kritikën se opozita bëhet ditë për ditë. Politika bëhet ditë për ditë. Ditë për ditë ka një temë. Ditë për ditë na muj me thonë diçka për mirëqenie. Shumë pak ka. Ju e dini unë për shembull, dhe sa kam qenë kuvend, çdo ditë kum dal, kum fol, unë nuk shoh në tema që i japin kuptim jetës. Është rrezikshme për arsye se jo vetëm tash kjo pjesa që e bën ekonominë. Kjo pjesë masanej afekton edhe sigurinë vrama. Po masanej kjo pasiguri krijon pasiguri për investim potencial. Kjo pasiguri na ka vendosur në rrethona jo vetëm na jemi në rrafshin më të ulët marrëdhënieve ndërkombëtare. Do flasim sigurisht, do flasim për ato, po edhe komplikume, se kjo domethënë thash është bukur e vështirë, e shpjegova, është tepër rrezikshme. Se më të marrë vesh tu për këtësue, është e komplikume se ti e shë për shembull çka ato ndodh. Shih sot takimin. Po, flasëm për takim, po flasëm fillimisht për mbledhjen e qeverisë. Sot qeveria në detyrë ka marrë vendim për miratimin e projekt buxhet për vitin 2026. Ofër 4 miliard euro, investime kapitale 1 miliard euro, e të tjera, paga minimale, këto shumë të mira me po. Problemi është që po duhet pyet, a ka drejt qeveria në detyrë me marrë vendime të tilla?
Ke qenë zëvendës kryeministër. Po, normal. Edhe jo veç që kom qenë zëvendës kryeministër, po kom qenë ministër, kom qenë koordinator i shtetit për reforma, kom e studioj që temë, që kjo është temën që unë e studioj. Prandaj je këtu. Sani çështja e parë që duhet me pas parasysh se po flasin, jam lodh të një buxheti më i madh. Në secilin vit gjithmonë, veç në pandemi nuk u qenë buxhet më i madh. Por secila qeveri e rrit pak buxhetin, se çashtu shkon këtë botën. Po kjo nuk është lavd. Nuk është lavd. E ndëgjojsha, për shkak se unë e ndëgjoj. Unë nuk pritoj me ndëgju kryeministrin Albin Kurti edhe Hekuran Muradit. Ka pas shumicën e tani janë për mua të papajtueshme, po ka pat edhe elemente që janë të pajtueshme. Tash, çka e kam problemin me këto? Problemi është që ky vendim kur po vjen, çka duhet me ditë qytetari që po më dëgjon sot? Miratimi i buxhetit prej qeverisë ka një afat fundit. 31 tetori është afati i fundit. Pra sot është dita e fundit kur qeveria duhet me miratu vend. Qysh blen ditë fundit të vitit fiskal? Po i rrit në një moment kur krejt Kosova për din që jem të shku në zgjedhje. Mundet me shkuar në vetor, mundet me përshkej ka ma nej, s'ka ku një rëndësi. A nuk mujte bre burr që to që i ke vojë së rritje? As mujte me i bo në një kohë ma herët, para 2 vjete, as mujte me bo rritje graduale, pa të ligjën e pagave në 4 vjetë, në 6 propozim të ligjbërjes në kuvende ka pas. As mujte që atëherë më qëta shka e bo. Kjo po ditë për kjo shijet prej qili, për aeroplani. Kjo shijet që është blerje, tentim, blerje të votës, tentim të adresimit të njerëzve që në nevoj, këta e nevoj le. Kur jap dikun ajti prej 20, 30, prej 30, 45, ajo në velej shumë gëzohet. Kjo dosh me konë dhe me madhe me u rrit vetë ma viti. Jo me orë si intervenim në një situatë kur tja s'ki drejt ligjore. Pse s'ki drejt ligjore? Qëre, në sistemi jonë politik, regullë jonë kushtetus, korniza jonë ligjore, ne ka përcaktu venin se cilit. Nuk i shansë teorike, ti me pas funksion publik në 2 karrika, një dush me nëzonë. Ti ja je deputet, ja je minister. Pse është kështu dikush do të me vejtë? Ata shkuron të kënë qeverinë dëtyr, a mundet që to... Po s'mundet se nuk e len, po vetë qeveria në dëtyr. Duke qenë deputet, ti je në konflikt të interesi për shkak se kuvendi është instanca që e monitoron qeverinë. Pra s'mundet ti këtu me që dorën për buxhet, mas një 2 ore me pushu pak e me ungjën seans, me që dorën prapë si deputet. Ti ja e qënë si minister dorën, ja si deputet. Pra këto janë veprime të cilat janë para procesit zgjedhor me targetu një kategori të njerëzve që jetojnë prej të hyrave që vinë prej skemave sociale. Prej të hyrave që ka mbomër për pensionet, po i rritet ka mujtë që 5 vjetë është, që 5 vjetë ka mujtë me më shku në formë sistematike se ka pas buxhet. Janë rritë vazhdimisht të përmendu dhe kurti. Nuk janë rritë në masën që kanë mujtë. Po tash më mirë pak se heq. Po, ndëgja, mu po mdo këtë pak. Se kjo ka mujtë me konë më shumë. Jo, në frikën e kam që a ekzekutuan qëtu vendime, apo me që ju thoni që nuk ko... Mas pari, në ligji i qeveris, ju e dini që unë e kom propelu, 80% e që ati drafti, e thëmë me përgjësit plot, po më dëgjojnë zyra ligjore këtë zyrës kryeministit, është draft që unë e kom bo. Bele unë e kom dash me vendosën këtë ligj edhe sankcionim të numrit ministrive. Po e kom pas problem në atë kohë për shkak se bisha ndesh me jurista. Çka duhet të them? Qeveria në detyr, qeveria e dorëhequr, qeveria e shkarkuar, qeveria në largim. Këto janë nocione që dihen çka bojnë. Qa ka drejt me bo Albin Kurti në sot kur ajo është kryeministër në detyrë dhe qeveria e tij? Me mirëmbajt sistemin aktual të administratës shtetit. Përmes me bankrotue, nuk mundet me bo kur një veprim si kë. Me miratu buxhet, duke qenë deputet. Po tash dikush do të me miratu qeveri skem. Edhe për këtë ka përgjigje. Qëla është përgjigja? Për shembull, i kanonat kujtohet, e përmendi edhe kryeministri Kurti në interviste, përmendi që ka pas vite kur i kanë shtyje, domethënë me 1/2 i kanë shty, nuk ka pas miratim buxhetit në fund në 30 dhjetor dhe i kanë shty. Kjo është e përcaktuar. Ajo që është me shty? Kuvendi i Kosovës do të ka të drejtë, nëse domethënë është i konstituuar me një vendim
ka të drejtë me shty deri në mars procesin e ekzekutimit pagjesave. Problemi jam është që kjo çështje ka mujtë me ndodhë duke mos qenë në qeverinë detyrë. Në qoftë se i shohni këto katër vendime. Këto katër vendime janë pjesë përbërëse e 5 vendimeve që domthon 4 prej tyre që i ka zotu në kuvend, kush e ka ndëgju ekspozeun e kryeministit Kurti. E kupton që këtu kanë qenë 5 premtime për Kurtin 3. Dhe 4 prej tyre i bëri për shkak se është para procesit zgjedhor. Jo për shkak se ka pas ndjeshmëri, se ndjeshmëria i dashur me ndodh. Shumë herë ky me pas ndjeshmëri duhet me i kuptu do sene janë faktike. Është faktike që ti jem gazetar, unë jam politikan. Faktike. Ti në të karik, unë në këtë karik. Pra është faktike që ky mund nuk i ka 50%. Duke mos i pas 50%. Gjatë gjithë kohës, ky e ka shty me pru Kosovën që ditë. Pse ka pru këtë ditë? E unë e këmë thonë, ju e dini që në bëjt ditës të porë, këmë thonë, o vesë që më konë deputet. Qatë ditë që t'i shdojnë Albulina Agja, atë ditë e kësha që dorën. Po, mërë qyshjo, nësë kena për kuvend, me njerë e konstituojmë. Në rashi që, qatë ditë e kësha që dorën. Se unë e po du me po a i kiti numrat, se unë e po kom qef ty me të po në qeveri për shambull me nismen. Ja po kom qef me Aleoncën, që s'kelon ju ke thonë hajvana. Ja me PDK-n. Po kom qef me të po a i kiqe ta numra. Te këshumë bonan me 15 prill. Me një maj ishë konsumu që kjo situatë. Edhe me një maj tani e këshumë këshumë opozitën. Bedre Omza, ti i pari. Aleonca ti, Ramoshi i treti. Ti Nisma i ke marrë 3 deputet mirë, Voltelu, Meri ke marrë i 2. A pe boni ju? Edhe atëre ish po kush pe prish këtë qeveri? Edhe ish dalë në shesh, a pe prish Bedriu, a pe prish Lumiri, Ramushi, a Limaj. Në maj ish kry kjo pu. Dhe ne dhe me thonë murëm kohë dhe e votum, dhe Malbashën. Ma dhe Aleonca. Po s'ka lidhe të më... Dëgjon, nuk ka kjo... Shtu që one, se tu flasim për dim, one më konë 4 vjetë në komision për legislacion. Dhe bukur kem po situatat vështira, po bukur kolegial ka qenë atë komision. Dimali. Po, nuk mune... Më thoi njerëzit pse po fletë për të, se ti e den qëfar që ka percepcione. Shumë herë, dhe më kur bulizohet, me thonë vete nuk më pëlqen. Jo, absolutisht. Mirë po, në mon, Albulina Agjiu, pse po më interesën mu me reformu e lëvizjen vetë vendosje? Pa usë jam për me reformu, unë do me luftu mos me lon Glaukun të porin. Po. Glaukun t'i fshin votat. Si, dhe më thonë se, po ta me shpesh e nguci, e nuk përdu me për në anarme. Na i t'i fshin votat, pse me lon Glaukun? A do është këto, Albulina. Ose këto. Dhe na ta shemi onë në situatë që kjo ka po strategji. Këti Kurti ka po strategji... Në cilën kanë rënë keq opozitën në strategjinë Albin Kurti. Po na kem ra shumë keq, beso që shumë keq kem ra. Liqi kem ra shumë keq, po jemi në një situatë ku jemi të kallzova janë 3 çështje. Na jemi në bukur situatë vështirë, shumë të rrezikshme, tepër të komplikueshme. Komplikimin e më të madhe bën mas zgjedhjeve. Po thu që këto zgjedhje jashtëzakonshme kur të vinë nuk kanë me kthjell pa. Ja, unë mendoj jam i bindun. Jemi bindën që në këto zgjedhje ka mu deklasue lëvizja vetë vendosje në kry me Albin Kurtin. Ka mu deklasu? Ka mu deklasu në aspektin zgjedhor. Kjo ka fitu në 2021 Arsim Lani jo për që ka pos program. As për që ka pos njerëz ma të zotë se na. Kjo ka fitu për shkak se populli i Kosovës u pat gërdit në neve. Në 3 partit. Dëgjam. Kjo fitoj mas 4 vjetë. Jo, kjo fitoj mas 4 vjetë. Kjo fitoj mas 4 vjetë, po nuk fitoj. Kjo nuk fitoj. E mujtë për shkak se ne nuk u përgatitëm ne nuk u përgatitëm fuqishëm për me mujtë. Dhe kjo u bashku me Vjosën, u bashku edhe shpresa. Qëfar shpresë? Pëshën e juve, a ma mirë Kosova sot, anë 2021 mas pandemisë. Ka rrugë. I mbodo që është ma letë po shkojmë për për 2 jetë. 4 vjetë rruga për për 2 jetë, hala ura së në rejtë që vranë e dalë. Ju mytë të folë në parlament. Mirë është, bukur u bo. Po shkojmë shpejt. Mirë po, Gjakov,
Nga kohë du me rakë për me shku, për mes Prizrenit me mujtë me shku, për shkak se ka qenë katastrofë rruga. E që, nga më thonë, kërë që kjo nuk ka që ka thëtë. E tash, çka ndodhë? Shumë është të rëndësishme qysh kemi u qasë na opozitë. A ka me reflektue PDK, LDK edhe ne, si AK, qysh çfarë oferte ne do të kemi? Po se unë sa po shoh ofertat janë të njëjta. A ka më ndryshu, po flas në këtë rast për lëvizjen për Aleancën për Armërinë e Kosovës, a ka më ndryshu qasjen Aleanca në këto zgjedhje? Na, me tonë drejten, na jemi kogja shumë i kem pa gabimet tonë. I ke përmendu edhe kur të kom këtu, po... Para 4 mujve të kom thonë, për ne. Ka pas logjik, të më thonë, s'ka për logjik na mos me pas 65.000 vota, se na jemi dhe njerëz të fort aty që kur dolem me mlyp votim, ledhëm, me mbojmë 60.000 vota, 70.000 vota. Cilat janë gabimet që keni vrejt tjilë? E para, na të kom thonë, kur do që jemi në koalicion me dikën kem hup. Kem hup me listën në Rrugova, qatë ditë që u bo, po më vjen keqe për përdori, se unë e kam shumë respekt për atë familje. Shumë. Qatë ditë që u bo, u shkoj, u ka në atë kohë, në 2010 në shkoj, u do me ne. Pastaj, kush do që i ka në hilë shalë Leoncët? Erë nisma, ka uze për bashkë Albini, tëp, shkun. Njerës, vinë si turista. A më thonë, na... Por këtë gabim nuk e bani ju në zhjetë jashtëzakonshme? Kjo nuk do të ndodhë. Pa koalicione? Nuk do të ndodhë. Nuk do të ndodhë në Leon. Do të këtë reflektim serios. Mazane i murëm kryetarët e komuna, bishtë në mrena. Ma unë i kemë kryetarët, besa kur për isha, qysh për punojnë. I shisha numrat Ardianit. Para me no. 20.000 ka post VV-ja. Do më veç 5 mujë për ditë për para. 20.000 ka Ardiani. Do t'i kam pas 19.000 diska, po ju thëmë 20.000 për në bëllaksej. 20.000 ka Ardiani. Ardiani t'i vlet puna. Shkot e Smajl Latifi, veç shko këqyrë Smajl Latifin. Që se ka një njërin Kosovë që edhe dukjen e ka zyrtar publik, teshat i ka zyrtar, kur e qëllë dire një ka 5 kimika qëto. Më është njëri zyrtar, po familjen e ka zyrtar publik. Dhe më thonë, njërin është non-stop on teren. E nuk po flasë për Marremin, për Balin. Qaj, gjithë ditën në punë për profën. Zotni, buri ndershëm, buri urt, zyrtar publik, i qetë, kur si njët zoni puna, po, zoni nuk i njët, dhe më thonë për bashkimin. Na, akuzejshin, ja, aleanca, bashkimi, kështu e, telash për i terrorizojnë, po. Që e kandidate që e natyra kuqi, si kandidate që ka qenë edhe me ne, a jemi një telefon telash në aboni, edhe kur sen si në mund që i thëjshin e akuzejshin një kështu. Fitoj. Pse telash, po thani? Telash kuptimin e fushatës, që i këni po, ka qenë në fushatë. Jo telashën kuptimin, pas pore e ka bu një fushatë bukur të gudzimshme. Po, vërtet. Mirë, po, ajo që a du me thonë, të e njoftën e njone bashkim Ramosën. Po. Liqenja, janë një dhe me thonë, me temel, me lazni, me fami. Ko për bashkim Ramosë, a i nuk e ka këtë kacavet. Edhe njërë demokratike, e fitoj, si një e zoni, filloj punën, njërën matë mirë, e të njësi festivalin. Ne e kemë fatë se kemë një bazë shumë të fort. Ne e kemë 5 komuna, edhe komuna e 6 është Agron Uniku, Agron Kuqi. Kuqi nga Uniku. Agron Kuqi nga Uniku. Cili orën dhe ti treti? Du t'i thëmë në televizion. Të gjithë që atyre njerëzve të cilët me arsye, po arsye, nuk janë votues të Unikut. Dolin edhe votojnë, do më thonë, kundërlit shumë. Aleanca për Armërinë e Kosovës, një për një, do të kërkën për shkak se zbën. Asë në qofë se fiton Zoti Shejo, asë qofë se fiton Agron Kuqi. Letë vendos populli, letë vendosin Unikasit. Një zonë historike e kombit shqiptarja Kosovës. Letë vendosin vetë, po mos të vendosin njerëz të cilët kanal me postë. Agroni është i ngarë tash, apo është? Agron Kuqi është. Këtë mendova që rëndite trejt Aleanca. Jo, Agroni na jemi në kësishë. Jemi ngarë, është garë bukur e ngusht. është barë bukur e ngusht. Kemë bu koalicion atje me vëvën.
Dhe është bërë në regull. Të fiton, kush të fiton? Veç le të din, mos të menojnë të më thonë që nuk kena me këqysh, unë e moj me në 2010 ne kena hup një komunë me zonë, me zonë. Im konë atë kohë zëdhënës, edhe s'po du më përmena, s'ko që po bukurinatin pa të ardhë. Dhe tash me ta më, le të fiton, unë e jam njëri që kom hup mas shumë të ngara zgjedhore, e që ka u vatë për hajrë të kohë, 2013 në pa ta hup, pa ta dollë me thonë, kujtohet, ashtë dhe pa ta hup, qika që po ta unë, ma shumë zdi që ka bëjmë për ju atë s'ka s'ma, lagjëm lagje. Kështu që na kemi këtë bazë shumë të mirë, besoj që do t'i marim 6 komuna, do të shkime në koalicione në bashkëqeverisje, menoj që do t'jetë një listë shumë e mirë, shumë ma ndryshe me njerës, në mos e tash ka veç me rikëshyri. Aleonca i ka marrë 88.000 vota, 87.000 diçka, 88.000 vota për asamblej, për kryetar komuna, veç 3.000 vota ma pak. A pishe puqina Aleoncës, kesh puqie madhe, që asamblejistet që kanë marrë vota prej këtujt për i dhëmë për hajrë ju koftë, në lista e në këtë, në gara, me i djele, qika 3 letin të shojnë që nuk ka mo veç besniku, a dikosh po hini letin edhe të luftojnë, për shkak se unë e shohin qeverinë ashtë me zhët të opozitës. Unë nuk e shoh kur ti tre. Po thu që opozita ban qeverinë. Ka me marë, të më thonë, fakturën që të ta merë, zoti Kurti ka me qenë një fakturë bukur, një verdikt, bukur problematik. Nuk është kjo situatë që u kryu prej zgjedhjeve të fundit deri tash, kur po flasim, nuk është që i atribuohet dështimi vetëm Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje. Një pjesë të madhe të fajt e ka. Mora në fajin. Unë mora fajin shqiptar, ti shakon deputet. Në ditë, qatë ditë si të ka qitare, albretin nga urna. Me njerë, piri të këshumë pos një kryetare parlamentit grupë. E njëherë, pëso nëse ka me parlament, na si na dolin zgjedhje me morë parlamentin, me morë dikush një rrugë. Ne e me hinë zgjedhje, me hynë qeveri, me ndryshuar edhe në qeveri. Me një maj e shkrye. Me një maj tani e këshumë pa opozitën, në falë që livre, të kësyrëm pak, kushin pëjën. Ta shna po shkojmë zgjedhje, 5 ditë fajtuarin. Pra mundimisht po shkojmë zgjedhje, nuk ka një opcion, sepse Albin Kurti ka la dhe një mundësi, ka më taku me Vjosa Osmanin. Të gjoni, kurbe nuk e ka pos, kurbe se ka pos qëllim për me bot qeverin. Jo vetë qëllimi se cilës parti është me kriju qeverin. Po jo bre Arsim, qysh është qëllimi me të morën e ty, me të ndëgjesha zotin Lima, i pa ta thonë bili para 4 mujve në intervizit, ashtu nuk është vetë vendosja ndryshë, ata punë e kanë sistemin ma të sofistikum të punës. Ne kena pos, hajde për hajde, koftu, krye, e ka thirë njërin. S'po të mëne, e kom një të thonë fatë Milinë. Urime, ja kam bukëzua një tjetëre. U që unë njëri është kretur shkudën më thonë, me shkru fjallem. Nuk është letë me ja bukë shtu fatë Milinës. Mo e me, nuk o kjo. Jo veç fatë Milinë, po se cilit njëri se ti shka në shpe, ju thue, edhe mu më pa ndodhë njërë si fatë Milimës, për i thapë Limës për me kuptu, për me kuptu Lima, ta di gjendjen, kjo është në 2000, kur kem na me Vlanin. Po. E bashkë për herë parë, për thëmë. Edhe shkum me kryetarin, shkëshëm në bileq, fushat. Edhe po del, një për i kolegëve të mi, s'pja për mene, janë burime, tha Besnik, thash, që ka ndodhit? A urime, tha se u bo, tha u ndresh ta koalicioni me PDK-n, tha po him me PDK-n. U gëzova në isha i parin pritja, po shkoj për aty, shkoj shpe, da një të tërin. Dhe për i dhëmë bob qështu, hajde, shpecat mushën, kishë pas kur se arraj, volëm me angër. Edhe thash, bob qështu, thash po him në qeveri, thash, e qysh, tha, hashimi, thash, ka me bo? Thash, nuk e di, thash, para mushë i kështu, pas janë shë, thash, himi kor. Edhe u idhnova me të shkoa me ra me flejt. Rash me flejt Arsim, kur po më prek, po i të regojt ashtë nërë, bashkërës të amë, qështu. Kur po më prek, aja si mon ka nënë, së më kujtu e so pesha ati fete, presidentin ati fete Jahjaka, pesha më duke dhe ambasada Amerikane, u konë konferencë për shtëp, koalicioni PDK, LDK. Po i ka se i limës
që unë e mu më ka zgot pak një 2-3 orë, a ti pak ma shumë, por nuk më problem. A erdhë me të qupe gjumë minister shumë. Ajo, unë isha bu hasder, mu bu deputeta minister edhe që asë në una, po që i më rina, unë i më rina, mas 4 vjeti i më rina tëna. Që njëri së marë më gutë për... Po, ja den fatmilimajt. Arsye që për e thëmë këto kështu pak këtë ndodhin këto punën në politikë, pa ajo që ka nuk bën me ndodhë, është ma mirë me thonë jo, u prishke punë. E pse thash me u kthy pak të qeveria? Arsim, kë me dosh me bo qeveri, t'jap ofertë. Po. Si për shembull, ai Tauland, ky i Pejes. Po. A pa çfarë ofertë jam, ai po do me çdo kusht po. E ka për një me. Tash me doshti me hinë qeveri, me mosh një qeveri stabil, ne e kena pos një ofertë për presidentit Thaçi në atë kohë kryeministit në 2010. 7 ministri, presidentin, me marrë, e kena për 2010, për nuk u patëm shkue, as dhja po të kujtohet, nese, së është me nësi. Dhe tash, me pos kjo i tha nismes, ti e kije një ministri, edhe i zavens kryeministit dhe 2 zavens ministra. Kjo është për mësë me refuzu, është ofertë me thonë, më falë për spedue. Se në demokraci, një në 2 sisteme zgjedhore, majoritari dhe winner takes all, kur fitu si merë me një vot ma shumë krejt, si në Amerikë, ta fiton presidenti, me një vot i merë krejt. Edhe është sistemi i shumicës, si kur të na që është parlamentar, ku du të më bu shumica. Kurse ki shumicën, ti nuk mërësh me thonë jo, për që ta rrugova i koni meqëm. Edhe ja ka dhonë në atë ko kryetarit Haradinaj edhe e ka shty. Pra ti kur nuk e ki, kur donë me boti me çdo kushte, ti e gjeneroz, që gjeneroziteti të bjerë. Me 6% asokin, u konë atër alianci kur e konë? Nuk do më atër e më konë punë në SBE, po 8% nuk konë shumë kujtojt, 8 deputet i ka pasë, për për hizë vërtit, nësa 7% 8 deputet, po ajo që apo do më thonë është kur s'ka dosh, dhe ta është nga po shkojmë zgjedhje, ky zotnia e ju thësha, kolegëve të mi, ky zotnia ka me shku zgjedhje. Me 350 vjetë njerës të punësu më qeveri. Se qysh e dim, ose na e na konë vetë. E ki nëryshe kur i ki njerës, kjo është konë hypë me kërë. Nëryshe kur shkonë kryeministrin fushot, nëryshe tabela, qysh po i nërojnë. Nëryshe kur shkonë kryeministrin, nëryshe kur shkonë, kjo për qasti pozicioni dhe le bëmë fushot. Kona me thonë. Për një vjetë, tek shumë bupë qeveri në opozitës, për një vjetë, disa punë e shkryj. Këtë qëto punë ishin bo edhe ma mirë, ishë bo growth plani, shumë sene, po... A kime kanë ti në listë të aliancës? Por bes nuk di që ka me thonë Arsim. Se tash me Shqipëria... Po dhe po është jam, këgja e angazhum, jam nuk e di që atë thamë. Në thonë, ende nuk e ko marrë një vendim prem, jam për mës me hinë pare. Dhe të bobën, para prakit. Po, ja, unë aty shkoj, mas pare. Atë se njëri dhe të sanët. Nuk e di që ka bëj halo. Jo që unë jam dikush aty ka njerëzë dhe mazët se one. Po një vote jemja është këgja vote jemja. Nuk i kom unë 10.000, as 5.000. E di saksisht, a i kom tash edhe jo mësuar. Edhe menaj që në qëtë garë që është kryetari, se është gara, kjo është gara e funit e kryetarit. Arsim. Kjo nuk garan mo në dhe më thonë, ka deklaru vetë që kjo është... Gara fundit e kifjërën për Ramos Haradinaj. Partisë, a i në kove, nuk do t'jetë, nuk do t'ashtë spaku kështu ka thonë. A shkoshe që nuk e dije në këtë garë, unë e më konë me ta 3 herë në burgu konë. 3 herë, dhe më thonë, këmë donë punë dëreqe, pi punës tëmë, mi ju bashku mi ju bu zëdhës. Ty bese një shkas njonin kërë më shkina lanë. Unë e këta, dhe më thonë, e më konë në momentet shira, nuk e di ku me pasirë, do të pëse e kom punë që mu ka njësë punë, do të me ilonë punë, do të me këshyrë sa tu e në kontrata. Së më shështë me thonë ti, më falë se ta shune... E kam seansën ka. Ka lonën tjetër këne i kam 21 vjetë jetë, unë e lo vetë. Unë jam në dilemë, duhet është edhe ligjore, në kuptimin ligjore është obligime që i kam që me i ba, po... Por bes nuk e lona mushin vetë kur. Ishala bot me hi njerës tjerë, e më shku, po nuk mu e la vetën që të betetit funit. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Ashtu, falenderit shumë, Arsim.